Shqipëria sot si një vend antar i NATO-s, por dhe kandidat për në Bashkimin Evropian, ndodhet në një fazë të rëndësishme të konsolidimit të shtetit ligjor. Remitancat për vitin 2025, sipas të dhënave të Eurostatit, u llogaritën në mbi 2 miliardë euro. Të ardhurat nga turizmi, për vitin 2025, kapën në shifrën prej 5,7 miliardë euro me një rritje prej 14,5% krahasuar me vitin 2024. Investimet e huaja direkte u rritën në nivelin më të lartë historik për nëntmujorin e parë të vitit 2025 në vlerën 1,6 miliardë euro. Kreditimi në valutë, pra në euro, për gjatë vitit 2025 u shtua me 1,8 miliardë euro. Investimet e shtetasve të huaj për blerjet e pasurive të paluajtshme gjithashtu u llogaritën në masën 560 milionë euro. Gjithë ta tregues pra, tregojnë se nuk kemi të bëjmë me para të pista që hynë në territorin shqiptar, por kemi të bëjmë në fakt me para të cilat kanalizohen nëpërmjet sistemeve bankare që janë të mirë monitoruara. Pra, të dhënat tregojnë se turizmi, investimet e huaja direkte apo dhe remitancat po gjenerojnë rritjen e valutës në mënyrë organike. Ndikimi i tyre natyrisht është edhe efekti që jep në kursin e këmbimit, duke zhvlerësuar euron apo duke forcuar lekun. Natyrisht që gjitha kjo nuk e përjashton nevojën për më shumë vigjilencë nga ana e institucioneve tona, për të garantuar që flukset e valutave të huaja që hyjnë në ekonomi të jenë të gjurmueshme dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare. Të nderuar deputet, më lejoni tani të ndalem edhe tek ndryshimet e propozuara në këtë projekt ligj, që përfaqësojnë fakt një hap të rëndësishëm në konsolidimin e integritetit të sistemit financiar dhe përgatitjen e vendit për një vlerësim sa më pozitiv në kuadër edhe të vlerësimit që do të bëhet nga Manivali për gjatë vitit 2026. Më konkretisht, një nga propozimet kryesore është përfshirja në ligj e konceptit financimit të armëve të dëmtimit në masë në përputhje me rekomandimin numër 1 të FATF-s. Ky përkufizim i ri përfshin një gamë të gjerë aktivitetesh, nga sigurimi i fondeve deri tek ndërmjetësimi dhe transferimi i tyre për qëllime që lidhen me armët kimike, biologjike,